Një format tjetër mjaft i rëndësishëm grafiku është ai që quhet pie chart, që përdoret në raste po themi kur totali të gjithave është përbën 100% dhe ne duam të dimë se si ndahet ky në raporte të ndryshme. Supozojmë se këtu kemi emrat e menaxherëve dhe këtu kemi shitjet. Këtu mund të kemi pra vendosim totalin e tyre. Tani automatikisht në momentin që unë bëj një pie chart për këto element, pra insert, këtu bëj një pie chart, ose mund të kemi edhe, po themi edhe versione të ndryshme të tij, nëse duam 3D e të tjerë, po përmarrim rastin më klasik. Kjo automatikisht Exceli i merr këto shitje, sikur të jenë, pra bën automatikisht totalin e këtyre, pra nuk ka nevojë që ne këtu të bëjmë një total, dhe merr se si ky totali është shpërndar, po themi në përqindje midis secilit prej tyre dhe i ndan në pjesën që i takon secilit, po themi që pjesë, nëse totali i këtyre po themi është 150.000, atëherë kjo merr se çpjesën 150.000-shit ka shitur Albani, Anita dhe Lorena dhe bën një ndarje në përqindje. Në këtë rast po themi është në pjesën e tij më të thjeshtë, nëse duam të shtojmë element, pra chart title nëse duam ose jo, data labels nëse dua të vendos vlerën brenda këtyre elementëve dhe këtu na zgjedh se si dua, pra nëse vendos data callout na jep në përqindje ose me vlerat e saj origjinale siç e kishte në fillim. Mjafton ta klikojmë te data labels, edhe këtu e lëm best fit, por rekomandohet që në pjesën më të madhe të rasteve të jetë data callout dhe të jetë në përqindje secila prej tyre, dhe këtu tregon pra se ç'pjesë të këtyre shitjeve ka Lorena, ç'pjesë ka Albani dhe ç'pjesë ka Anita, të shitjeve po themi në total. Të njëjtat lëvizje pra dhe modifikime që bën te grafiku, te lloji tjetër i grafiku, mund t'i bëjmë edhe tek pie chart. Mjafton ta klikojmë 2 herë dhe këtu na jepen po themi element të tillë, nëse pjesa e fushës mbrapa nuk e dua me të bardhë, po e dua me të zezë. Kjo është pjesa e transparencës së ngjyrës që kemi mbrapa. Pastaj pjesa e borderit, nëse duam ta modifikojmë me një ngjyrë tjetër me radhë, pra gjitha këto gjëra element që ne i pam. Brenda tij, elementet e grafikut janë të modifikueshëm. Pra duke klikuar këtu te grafiku, shkoj tek 3 kolonat në fund dhe këtu mund të lëviz po themi atë si thua këndin e grafikut, pra nëse nuk i dua paraqitur kështu, mjafton ta lëviz këndin dhe automatikisht bëhet lëvizje e rrethit dhe mund ta lënë më po themi në atë kënd që unë dëshiroj. Gjithashtu mund të bëj edhe një ndarje të këtyre copsave po themi, duke klikuar këtu tek point explosion, i japim ndarjen në përqindje që ne duhet të bëjmë, nëse do ta bëj në mënyrë individuale për secilin prej tyre, ose nëse do ta bëj po themi për të treja në total. Mjafton t'i klikoj, tani mjafton t'i klikoj të treja dhe këtu i ndajmë automatikisht në mënyrë të barës larguar njëra nga tjetra. Këtu janë disa modifikime kryesore që mund bëhen tek pie chart dhe pastaj gjithë këto elementë që unë ndryshova, mjafton që të zgjedh një po themi template tjetër të grafikut dhe automatikisht ato si thua bëhen null dhe kalojnë në elementin fillestar të tij, pra ajo pjesa e border dhe me radhë, ndërkohë që pjesa e këndit vazhdon të mbetet edhe kjo pjesa e ndryshimit vazhdon të mbetet e njëjtë. Ndërkohë që llojet e tjera të grafikëve pastaj janë pak më specifik dhe janë pra kërkojnë elemente të caktuar, siç mund të jetë në këtë rast mund të paraqesim humbje, fitim ose pjesa e radarit, në këtë rast që paraqeset cila është pjesa me dendësinë më të madhe, ndërkohë që pjesa e paraqitjes nëpërmjet kolonave me line dhe me pie chart ose edhe me bar, janë ato grafiket kryesorë që përdoren në punën e përditshme.